Thash familja e Lezi. Po, urdhëroni. Si e kemi ti, ha? Elezi. Gent Elezi. E këta? Me mes janë këta? S'kan nëjë salat folin, se s'ndalen. Do më thuash tani kush është shefi këtu? Krye familjari, si i thonë. Babi. Jo, gjyshi. He, gjysh. Akoma më pushtet ti? Lëshova më të rinjve? Do t'ja vëlqoj kur ta merr rrogën e parë. Më falni, zotrinj polic. Po. A mund të di ardhjen tuaj, arsyeën e ardhjes së befasishme dhe të papritur? Me sa duket qenë keni familje zhurmshme ju. Jo, këtu duhet ju përgënjështroj në këtë rast. Ne jemi familja më e qetë në këtë blok. Kështu nuk mendoni edhe fëqin tuaj. Mos ja vëni veshin është fillestar është. Por, me shumë ambicie. Shive. Se çka kemi bo na? Na kur gjos kemi bo? Më falni, zotri polic, që pëndërhy, po me të vërtet na nuk kemi ko kërfaj. Gonxhe! Zonj, ju lutem mos u shqetësoni. Ne kemi ardhë këtu me detyrë. Duhet na kuptoni. Të kalojmë tash te muhabeti. Kojshit tuaj, normalisht ne nuk do i tregojmë se kojshi i keni dhe mund të ndodhë edhe ndonjë mosmarrveshje mes jush dhe pastaj bie faj mbi ne. Jo. Nuk ka nevojë të na tregoni kush na ka paraqit, se edhe ashtu e gjithë bota e kanë marrë vesh. Krejt more ne ta marrin vesh, se edhe qashtu s'kemi faj, zotri polic. Krejt fajt flamuri i ka. Çfarë flamuri, më? Çfarë flamuri? Hesh tash se s'është koha tash. Bash që tash është koha. Krejt du mi thonë, kur gjo mos në bark s'du me majtë, se bark jo kam plas, se zemra o kam kërset. Krejt që tu du mi thonë, krejt, që tu, meni her. Nuse qetëson. Babë së m'intereson për kur gjo ma. Mos e tepron, mos e bë lom. Kur gjo sot m'interesu ma. Qetësi, nuk është flamuri ai që u ka lajmëru. Jo, tjetër kush është. Nëse ju tregoj kush u ka lajmëru, do qetësoheni? Unë e marrë përsi për këtë. Kojshia lartë, ai ju ka lajmëru. Di që duket pak e pazakont, besoj se më kuptoni, por në perëndim, sidomos në Zvicër, në Gjermani, atje është krejt e zakonshme. Atje për pak e për shumë kojshia na imron kojshin. Ja, po ju tregoj një ngjarje shumë interesante. Një vajzë e re, me biciklet, lëviz në qytet, për një moment rrëzohet tek binarët e tramvajt. Aty ndodhen dy trinj. Njëri e shikon dhe shkon e ndihmon, kurse tjetri vetëm e shikon, si ndihmon fare. Në ndërkohë vjen policia. Edhe i thot këtij që nuk ndihmoi, hajde këtu ti. Përse ti vetëm shikove se ndihmove vajzën? Ky habitet. Thot, qa u bë nga e morët vesh ju? Thot një plakë, të ka parë nga balkoni dhe na lajmëroi me njëherë. Ky është perëndimi. Shikoni çfarë ndodh në perëndim. E ne ku jemi? Ama ku jemi, fol. Ku jemi ne? Ku jemi? Para mendoni çfarë ndodh në Gjermani. Do më thënë plaka e lajmëron policin, vetëm se një kalimtar rasti se ndihmon vajzën që ka rënë nga bicikleta. Kurse këtu tek ne, çfarë ndodh tek ne? Ku jemi ne? Ama fol. E dini si e zonë policët tigrin? E zonë një macë, e në rehin deri sa të pranojë se o tigër.
Bravo! Bravo! Tjetër se këto qenë kanë treja. Alo, policia! Po, urdhëroni. Ka hi një macë në shtëpi, ju lutem më ndihmoni. Po pse çfarë burri jeni që frigoni nga një mace? O smotan, papagalli jam. Këto e dini. Dy policë. Po. Një ditë vendosin të shkojnë për peshkim. Jo që nuk kapin peshk, kapin plot. Po të gjithë janë të vegjël. Kaq janë. Kaq. Edhe i thot njëri tjetrit, more, si t'ja bëjmë që të kapim një peshk më të madh? Ha? I kapim këta të vegjlit dhe i detyrojmë të na tregojnë se ku i kanë prindërit. Bravo. Zonjë, ju lutem, po ne jemi me shërbim këtu, me detyrë. Kjo është e tepërt. Faleminderit. I gëzuar. Ju mirë. Urdhroni se jo se kemi shpesh misafirsi ju. Faleminderit. Ti kthehemi tani Krismës. Zhurmës, në fakt, për të cilën kemi ardhur. Gjithmonë sipas koqësisë tuaj lartë. Kjo zhurmë nuk ka qenë zhurmë e zakonshme. Të kuptohemi. Zhurmë vendosjesh, zhvendosjesh. Ajo zhurmë, gjithmonë sipas koqësisë tuaj lartë, ka qenë krisma. Tani, zhurma e krismës mund të ndonjëherë edhe rrëzimi ndonjë ormani të madh të duket si e tillë. Po. Apo ndonjë hekur kur rrëzohet, edhe vetë njeriu kur rrëzohet, mund të bëjë një zhurmë të tillë. Por kjo krismë në mënyrë eksplicite është përshkruar si krismë ka një armë zjarri. Aha, do me thonë ju sugjeroni se... Tani, unë nuk them se krisma s'ka mundur të vinë nga jashtë, jo. Ashtu pra? Ajo ka mund të vinë nga ndonjë makinë e prishur? E mundur. Po si, e mundur, shumë e mundur. Por, në këtë rast kemi të bëjmë me një krismë që është karakteristik e armës së zjarrit. Tani, unë nuk dua ta luaj inspektorin këtu, se s'jemi të tillë, por kjo nuk do të thotë se nuk duam të bëhemi. Zhurma e krismës ka vetëm një drejtim. Dhe më së miri ndëgjohet nga drejtimi i rrugës së plumbit, që do të thotë se koqësia juaj lartë e ka dëgjuar krismën poshtë këmbëve të tij. Që do të thotë se zhurma nuk ka ardhur nga jashtë, por nga ky drejtim.
Si shpjegohet kjo vrimë? Mendonim të vendosim një luster të ri. Aha. Atë vjetrin nuk e hiqni? Po, 2 lustera më shumë dritë bëjnë. Zotëri krye familjari. Mos dëgjoni shumë Barcoleta me policë. Nuk jemi ne të tirangu. Jo po, unë nuk të regova Barcoleta, ju të regonit Barcoleta. Ka shpjegim logjik kjo vrimë? Zotri polic, po këtu ka shumë vrima, ja, shive. Kjo shtëpi është gjithë vrima. Ja, shive këtu ka vrim, këtu ka vrim. Pastaj këtu ka vrima. Ja. Ja. Këtu vrima ka. Po. Kjo këtu më intereson mua, të tjerat jo, kjo. Më falni. Ju po mendoni se dikush me armë zjarri ka krizë drejt tavanit. Zonjë, ne nuk mendojmë. Ne vetëm vërtetojmë. Ani qysh me vërtetoni qatë shkollaj? Po ja kështu. Së pari do e gjejmë se ku ndodhet gërgjoja e plumbit këtu. Nëse është krisur me ndonjë armë zjarri, kuptohet. Me leje? Po? A mund t'ju ndihmojmë diçka? Po, a mundet edhe ne të kërkojmë? Ndoshta e gjejmë ma shpejt. Po. Nuk e ti çfarë të kërkosh më. Nuk ka plumë këtë banesë. Ka mundësi një gotë ujë, zonjë. Urdhra. Faleminderit. Tani plumbin nuk e gjejmë dot, sepse ka përfunduar tek tavani i koqësisë lart. Do shta ti mundesh. Mundesh ti. Më falni, por ju të tjerët nuk mundeni. Nuk mundeni sepse nuk jeni tani për tani, por në çdo moment mund të bëheni të dyshuar. Aha. O zot. Pse? A je nuse, a je mirë, që uj? Uj, a je mirë, het? Gonxhe, Zonjë. Gonxhe. Kole. Gonxhe. Mund vini pak këtu. I kujtash të këtë gjak? I babit është gjak, i kanë rreth hundët gjak. Gjithë ki gjak për një hunde? Jo, e pranoj. Unë gjujta. Po, kam pas rast gëzimi, edhe gjujta, për gëzim gjujta. Kam fillu me punë edhe... Ku e ke armën? Ha? Armën, ku e ke? Hodha në lumë. Ke leje? Jo.
Këtu përfundon autorizimi ynë. Koleg! Ku shkoj mërë ky? Pastor është. Mos u brengosni. Më e keq e kaloi.